Të paktën 11 persona humbën jetën dhe më shumë se 30 të tjerë u plagosën si pasojë e një zjarri që shpërtheu në katin e 7 të një azili për të moshuar në qytetin e Tuzlas në Bosnjë mbrëmjen e së martës, njoftuan të mërkurën autoritetet. Sipas të dhënave të fundit, 30 vet janë shtruar në spital në qendrën klinike universitare në Tuzla, ndërsa numri të plagosurve që deri më tani kanë kërkuar ndihmë mjekësore mund të jetë edhe më i lartë. Viktimat janë banor të azilit dhe trupat e tyre do të dërgohen për identifikim dhe autopsi, sipas autoriteteve. Nuk është e qartë se çfarë shkaktoi zjarrin, por autoritetet kanë nisur një hetim në vendin e ngjarjes. Drejtori i azilit, Mirsad Bakalovic, ata dorëheqen një ditë pas zjarrit. Mes të plagosurve ka edhe oficer policie, zjarfikës, punonjës mjekësor dhe punonjës të azilit të moshuarve në Tuzla. Një numër i madh zjarfikësish morën pjesë në shuarjen e flakëve, ndërsa në ngjarje shkuan edhe policia dhe shërbimet e emergjencës.